kjo situatë e vështirë shumë, edhe është një diçka që se kena mendu kërkush, kur lumi del jashtë shtratit, komplet infrastruktura e mendume për me funksionu në qytet bjen. Ata, zoti Uda, për njësë për një pare, na sot jemi 20 dit jashtë kalendarit kushtetus, që kuvendi Kosovës nuk është e miru. Zoti Kurti kërkoi kohë që juridikisht ai smundet me kërku. Megjithatë se ç'është herët e ç'është dvorën, po është në domenin e gjykimit të tij personal e jo të kushtetutës, gjykimit ose rregullores kuvendit. Tash ti si deputet, po edhe si shkollari i kushtetutës, qyshe ripajton veten ose a mundesh me ripajtu veten me gjendje, themi, ekstrakushtetuse, antikushtetuese, pakushtetuese, qyshe e lexon këtë gjendje edhe çka ka ndorë PDK-ja përveç disa paraqitje herët në mëngjes para ndërtesës qeverisë, të cilat jo vetëm që duket që nuk po e bezdisin zotin Kurti, po edhe te publiku nuk e kem pas që kanë depërtuar diçka shumë. Unë pajtohem që kjo situatë e vështirë shumë, edhe është një diçka që se kena mendu kërkush, deri sot kemi pas interpretime alternative të pushtetit, sikur vitin e kaluar, jo kushtetuta thotë kështu, na kemi thonë thotë kështu, edhe ka shku rastin gjykatë dhe gjërat janë qartësu. Tash nuk kemi më në situatë. Tash kemi një rast ku ka akt gjykim gjykatës kushtetuese, edhe këta prap nuk e respektojnë. Kjo është një situatë e re, kjo është komplet jashtë rendit kushtetues, sepse kur e shkel kushtetutën shkon gjykatër i parohet, ajo është pjesë e sistemit. Tash, për sa i përket sjelljes tonë, unë po e marr një shembull kur ndërtohet një qytet, infrastruktura e atij, edhe ka një lum mes, ndërtohet është shtrati i lumit, e infrastruktura është e përshtatshme për çat sasi të ujit që është mendu shtrati. Kur lumi del jashtë shtratit, komplet infrastruktura e mendume për me funksionu në qytet bjen. Tash na jemi në qatë situatë, që pushteti ka dalë jashtë binarëve kushtetues, edhe tash krejt infrastruktura shtetërore, politike, shoqënore, është tashmë e përmbysur, thonë një figurative, edhe duhet me ridefinu, rekonstruktu. Na jemi në qatë rekonstruktim.